Në drejtësinë hyjnore, nga Arben Macori. Në drejtësinë hyjnore, femra nuk lihet pas dore. Mira vjet fet toksore kanë trajtu femrën si shërbëtore. Kisha dhe xhamia qysh se janë kriju, femra kur s'ka komandu. Si në papat, si në kalifat, është vend për burrat, e jo për gratë. Klerik që predikojnë, femra që vetëm dëgjojnë. Mëkatet vetes du me jashtu, 10 profet, por as një gru. Nëse librat e feve lexon, vetëm histori mashkullore dëgjon. Para krijuesit, unë besoj, burri dhe gruaja duhet të jenë njësoj. Mira vite femra e nënshtruar, 10 shekuj e ndëshkuar. Kisha dasht vet me I besu, por s'mlen mendja me I pranu. Kush njeh misteret e Zotit, e dallojnë një të pavërtet. Zoti I mashkull s'mund të jetë. Femrën e diskriminuan fet. Nga Arben Macori. Interpretoj Artemis Prifti. Unë jam plotësisht dakord me vargjet e poetit, nuk mbaj anë zakonisht, nuk them mendimin tim, por në këtë rast, prandaj po e përsëris poezin, që të dëgjohet më qartë, sepse në videon e parë nuk është dëgjuar, e që kam qenë në breg të detit, dhe dëgjohesh të zhurma e detit, dhe erës që frynte. Kaloni mirë.